Një ngjarje tragjike u regjistrua në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin, ku 2 të rinj nga Kosova humbën jetën pasi u përfshin nga dallgët e forta dhe rryma detare. Viktimat janë identifikuar si Leonid Alia nga Fush Kosova dhe Jetmir Binaku nga Prishtina. Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 16:30, 6 të rinj kishin hyrë në det për t'u larë, por u përballën me dallgë të fuqishme që i morën me vete. 3 prej tyre, Dion Myftari, Arber Beqaj dhe Drilon Rustemi, arritën të shpëtohen dhe aktualisht marrin trajtim në spitalin rajonal të Lezhës. Mjekët bëjnë me dije se gjendja e tyre është e stabilizuar dhe parametrat shëndetësore paraqiten të qëndrueshëm, ndërsa vijojnë të mbahen në monitorim të vazhdueshëm. Pas ngjarjes në spitalin e Lezhës, mbërriti ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pierin Dreu. Ambasadori Durmishi mori informacion nga stafi mjekësor për ecurinë e trajtimit dhe falenderoi ekipet mjekësore, strukturat vendore dhe forcat e emergjencës për reagimin e shpejtë. Ai shprehu gjithashtu solidaritet me familjet e viktimave dhe të rinjve të përfshirë në këtë tragjedi.